Kjo është një histori tjetër, se i nuk jeton më, po qef mbetjen shqiptarë në fundit, po që ka një problem këtu që unë kam thënë asnjëherë, po sot po e deklaroj që marrëdhënia e ime me Mirushin u prish për interesa thjesht të tij, i cili mori shfaqjen siç ishte shfaqje e teatrit, ishte prodhimi i teatrit kombëtar, dhe e shfryzoi për interesat e veta. Nuk ishte asnjë lloj problemi, po më deklaronte që i gëzim. Dua ta shfryzoj këtë shfaqje të marrë ca aparata private. Unë e kisha marruar në funksionin tim. Por ndërkohë që ti merr regjisorin e dikujt tjetër, merr skenografinë e Agim Sajmit, i cili kishte idenë e tij, punën e tij dhe idenë e regjisorit brenda. Ato kukulla që ishin. Ai ishte koncepti i përgjithshëm i shfaqjes që është mendja e regjisë aty brenda. Merr muzikën time, siç e kam marrë në momentet e caktuara. Merr gjithçka që është e një mendje tjetër dhe e përfaqëson si modelin tënd. Pra ndryshoj. Jo, nuk ndryshoj, ai s'ndryshoj asgjë. Nuk ndryshoj asgjë në koncept? Absolutisht asgjë, vetëm hoqi emrin. Ndryshoj vetëm emrin. Regjizori ishte vet, skenograf s'kishe. Pra, këta janë në dy elementet kryesorë, është tre elementet: autori, regjia, skenografi, edhe kompozitori, muzikanti. Këta janë krijuesit e spektaklit. Aktori është ekzekutues i asaj ideje që merr përsipër regjia. Këtë po e them për herë të parë që ai pati një bujë shumë të madhe në gjithë Europën edhe më tej, ku emri i atij që ka atë ide, ka atë imazh, që ngriti në skenë, zhduket fare, nuk është se as i debat s'ka bërë, absolutisht. Po nuk u lëndove, nuk bëre një ballafaqim, absolutisht, është krijtari, po e është një punë e për herë të përvashtë. parë, shumë miq të mi më thoshin në bisedë duke pirë kafe, u gzim pas e lejon të gjë, lërë të punën e vet, nuk ka asgjë, megjithatë, nuk është se bëri ndonjë krim të madh. Këtu është një lloj pabesie midis kolegësh që me të drejtat e autorit, domethënë, po ti bësh me gjyqje me kështu, fiton shumë. Mos ja marr me këtë gjë. Po më parë se të iki nga kjo jetë, do ta them që kjo është qef media më e madhe që kam pasur unë në krijimin time me një kolegë që kam dashur shumë dhe që e respektoj shumë edhe sot e kësaj dite.